Pretendim do të adresojnë, do të pranojmë rezultatin. Zoti Bele, po në rastet kur emri i kandidatit e ka patur jo tek kuadrati shenjën që tregon se një qytetare ka zgjedhur atë, por në fund, i jashtë, pra në përfundim të emrit, si ju duket se këto janë vota cilat nga ana e Komisionit të Ankimeve dhe Sancioneve janë cilësuar si të pavlefshme, po ndërkohë kandidatët kanë ngritur pretendimet e tyre, duke thënë që dakord, nuk është te kuadrati, por është jashtë dhe është qartësisht e zgjedhur se është vota pra për mua në rastin e një kandidatit caktuar. Unë shpjegova dhe në fillim që fleta e Tiranës në këto zgjedhje ka qenë pak si shumë e madhe, dhe shumë komplekse. Dhe parimi i mbajtur nga kas ka qenë identifikimi i votës në kutin apo në trupin e kandidatit. Dikush mund ta ketë rrethuar, dikush ka vënë X. Pra variablet janë të pafundme. Apo ka pas raste kur personi ka vënë një X në kutinë e identifikuar, ka vënë një X jashtë. Ka pas një keq kuptim në media bisedën nga kandidatët, mbasi këto fletë nuk janë quajtur të pavlefshme. Janë quajtur të vlefshme. Por personat shohin në ekran, dëgjojnë disa tituj dhe pastaj e ngrenë tymnaje në lidhje me dhe keq kuptojnë. Nuk është rastësi që rezultatet nuk lëvizën dhe në mënyrë nëse i shikojnë në raportet e kandidatëve ka një shpjegim logjik të asaj që ka ndodhur. E qartë. Pra, ka lëvizje të votave në kandidatë që kanë pasur shumë vota, ka në zona caktuar në një lëvizje më shumë apo më pak. Nuk e përjashtoj dot rastin e një komisioneri me protagonizëm që është munduar ta interpretojë në mënyrë favorizuese, sikundër një. Por mbetet e vështirë për të identifikuar përshtypjen. Por bëhet fjalë për fenomene minore dhe nuk bëhet fjalë për lëvizje, për trafikim apo për ndërhyrje në rezultat. Duhet kuptojmë që procesi i numërimit në Shqipëri dhe në tërësi procesi i votimit nga qendra e votimit deri në tabulimin, përfundimin e rezultatit ka garanci që pak në eksperiencën time nuk i kam parë në vendet tjera. Në identifikimin e zgjedhësit, në procesin e numërimit, në mënyrën transparente që bëhet para kamerave, në procesin e ankimit. Pra, është një procedurë që mbase do duhet të thjeshtojë, jo më të ngarkojë me garanci të tjera. Zoti Bele, nga videot që keni parë ju, po themi dhe kolegët tuaj që u binden më pas për vendosur edhe rinumërimin e qarkut të Fierit, prisni që të ketë ndryshime atje nga sa që keni parë ju për të bindur për të marrë vendimin e rinumërimit, apo me provat që keni vëzhguar e njëjta gjë mund të ndodhe edhe për si atje, pra plus minus në një vot, por nuk pritet të ketë ndryshime as tek partitë as tek kandidatët. Nuk mund të spekuloj për këtë dhe në kujtesën time nuk kam ndonjë gjë të veçantë për se çfarë ndodh në qarkun e Fierit apo në qark tjetër. Ne kemi gjykuar në rast pas rast. Sa mund të zgjasë rinumërimi i qarkut të Fierit? Gjysmën e kohës Tiranës? Besoj me këtë temp që u krijua, do jetë çështje ditësh Fieri dhe ato kuti që janë lënë të Durrësit dhe ndoshta brenda 10 ditësh të parë të korrikut do ishte arsyeshme që ky proces i stërgjatur për publikun, por nuk duhet kuptojmë i stërgjatur edhe për ata që administrojnë procesin zgjedhor, të përfundojë dhe të kemi rezultat përfundimtar dhe palët ndoshta të qetësohen dhe ata që kanë menaxhuar Përfund pra, se kjo ishte pikërisht pyetja që kisha më pas. Përfundon këtu në një farë mënyre gjithë çfarë ndodh me 11 maj, nuk do të ketë çaqe tjera pavarësisht pretendimeve, sepse edhe kolegji zgjedhor me sa pash kishte dhënë të drejtë në disa vendime të kasit ku Partia Demokratike kishte kërkuar shpalljen e pavlefshmërisë në disa qarqe të caktuara, edhe kolegji zgjedhor mori vendimin njëjtin si ju dhe më pas komisioneri shtetëror i zgjedhjeve Ilian Celibashi ka bërë shpërndarjen e mandateve. Ndoshta palët do shkojnë në kolegj, por kjo është në tagrin e tyre, ne nuk kemi çfarë komentojmë për këtë çështje. Thjesht mund të them që janë dhe 4 qarqe që janë akoma në proces shqyrtimi, i cili të paktën pjesa e rivlerësimit të votave duhet të përfundojë çështje ditësh. Pastaj se si do veprojnë palët e interesuar, do shkojnë apo jo në kolegj, kjo ngjelet për të parë. E qartë, kam edhe